Në dy temat e para ishim në dy panajire profesor, pra jashtë vendit tonë shumë të rëndësishme, i diskutuam, le të kthehemi tek vendi ynë dhe po afron data 11 maj e zgjedhjeve të përgjithshme, kemi filluar të shikojmë premtime ekonomike të partive kryesore politike garuese. Dhe disa premtime ekonomike, praktikisht 15 të tilla, kanë ardhur, i lutem regjis, premtimet ekonomike të PD-s sa realizohen, po faleminderit, kanë ardhur nga partia kryesore në në opozit. Në gjykimin tuaj, këto ditë në takimet sërish me emigrantët në Itali, Partia Demokratike ka premtuar që në 3 muajt e parë të qeverisë saj do të vendos minimumin jetik zyrtar 200 euro, do të rrisë pagën mesatare 1.200 euro për gjithë ekonominë shoqërinë tonë, në muaj dhe pagën minimale me 25%, pra në 50.000 lekë të reja në muaj. Pa dyshim që angazhimet tilla, nëse do të ishte mundur të realizohen, do të ishin të mirëpritura nga cili do. Por në gjykimin tuaj, a realizojnë dot aq më tepër brenda 90 ditëve të para? Shiko, disa premtime kur mbahen në fushat elektorale, pa dyshim që nëse do që ti mbash, jo për 90 ditë, po për 1 ditë, siç po vepron edhe presidenti Trump, që me dekrete merr vendime të cilat janë edhe përgjigje e atyre që u premtuan. Edhe këtu, çdo njeri që premton, po të doj, nuk e bën për 10 ditë edhe për 1 ditë, se këtu nuk veprohet me amendamente, me dekrete, po veprohet në rrugë ligjore dhe do vesh dhe në parlament edhe do diskutohet. Nuk është kjo çështje. Kjo është një çështje që nëse ti do ta bësh e bën. Po puna është që duhet të kthesh kokën mbrapa dhe të shikosh ç'ndodh dhe ku do vesh. Pra, sa janë mundësitë dhe cilat janë pasojat që sjell. Nëse këto janë të mundshme dhe nuk kanë pasoja, s'ka pse të mos bëhen. Kurse kur këto sjellin pasoja, të cilat janë shumë të dëmshme për ekonominë, atëherë duhet ndalu bek se ka ndek. Duhet të mendosh. Kështu që duke parë këto premtime, unë besoj se e para njerë që duken si premtime konkurruese, meqense ka 2 vjet që qeveria e zotit Rama ka kthyer fytyrën nga pensionistët, nga çështjet sociale, vërtet, dhe nga pagat dhe nga pensionet. Ashtu. Dhe padyshim një opozit nuk ka se si të vej në fushat elektorale pa u përgjigjur me të njëjtën monedhë. Gjithë problemi është tek kufiri, masa, pasoja. Dhe kështu që po të bësh kalkulimet e një pjesë të atyre premtimeve, del që mund të jenë me pasoja, edhe nga pikpamja inflacioniste, po dhe nga pikpamja buxhetore. Faturë rëndë. Po sidoqoftë, kur i premton, duhet vish dhe me faturën konkrete. Me faturën konkrete. Kjo ishte ajo që edhe neve si redaksi na shqetësoi, sepse jemi shumë dakord edhe ju e thatë, nëse nuk ka efekte dytësore negative, shumë mirë që i premton. Por edhe ti zbatoj bile se i bëhen mirë dhe qytetarë. Sigurisht. Por ama disa analistë shprehen se një problem i madh që ka ekonomia dhe shoqëria jonë sot, profesor, është që premtimet zgjedhore nga partitë tona politike duhet të jenë me këmbë në tokë dhe të mos i ngjajnë një listë dëshirash. Pra, mos ngjajnë më shumë dëshirë që ke për të bërë diçka, por mund të mos i kesh fondet e duhura, mund të mos e kesh qasin e dur, mund të të mungojnë ndoshta edhe një plan veprimi konkret. Shiko, dëshirë dhe premtim në fushat elektorale pranohet. Tani, dëshirë dhe premtim që besohet apo nuk besohet, edhe kjo është një çështje tjetër nga kujt i drejtohesh. U alem qytetarëve, shumë dakord. Shumë dakord me këtë. Së treti, siç e thash, premtim pa argument, pa dokument, pa plan, pa llogari, është vështirë të besojnë dhe këtë do e tregoj kohë. Do të kesh një prapavim. Dakord me këtë mendim, ju faleminderit për këtë, sepse realisht që një premtim të arrihet të besohet që ore ky e ka seriozisht, duhet të ketë shumë, si thua, objektiva, argument, analizë nga brenda. Të gjitha. Në mënyrë ndjes që të shndrohen në të besueshme
që qytetarët ta besojnë. Po jo, dhe me të vërtet të realizohet, se problemi nuk është vetëm ta besojnë, se pastaj shgënjehen nëse nuk realizohet. Pra është edhe Ana tjetër e medaljes. E medaljes, ana e paparen dhe e ënës që është zhgënjimi i idhët nga njerë në rast se beson me zemër shumë fort, por nuk të del ashtu siç e ke menduar. Sepse kemi disa idera duken interesante, por mbas edhe mund të diskutojmë, ende nuk janë bërë si thua pjesë e një programi të mirëfillt, që të ketë një bazë hyrje strategjike, por janë deklaruar dhe është detyra jonë, po, karta e konsumatorit, falja e gjobave të energjisë elektrike, çmime më të ulta për energjinë dhe ujin për disa kategori të popullsisë janë të lavdërueshme sinqerisht, edhe ju e përmendet në përpjekjen për të adresuar problematika serioze të shoqërisë sonë sot, por që u mungon një plan konkret veprimi i shtrirë në kohë me periudha kohore të caktuara që thuaç po, le të themi në vitin 2027. Duket se këto janë vetëm, si të thuash, element të një programi. Element, por jo një programi plot. Le të presim fushatat kur të fillojnë, nëse partit do rinë të ngelen në fushat në dialogun hidhe prit të batutave, apo do kalojnë apo do kalojnë në programe konkrete. Konkrete dhe serioze. Nëse do kalojnë në programe konkrete dhe këto që janë parashtruar këtu, do jenë pjesë e atij programi, padyshim, atëherë ato duhet të kenë të gjitha afatet, argumentet dhe efektet ekonomike dhe financiare. Shumë drejt. Pra pavijën e flokë. Për shembull, pajisja me kartën sociale, që thoni ju atë. Karta konsumatorit. E konsumatorit, po pra, nuk është në një çështje shumë e madhe në kuptimin që të mos bëhet. Po. Duket e thjeshtë, e realizon, e prodhon një kartë. Është një dokument edhe e merr edhe mban në xhep. Problemi është çfarë ka ajo kartë? Është një copë letër apo përfiton diçka nga ajo copë letër? Ky është thelbi i çështjes. Apo premtimet e tjera që... Po, për çmime më të ulta, për energjinë, për ujin, sa po e mori një vetëm qeveria e ka bërë një diferencim të çmimit sipas kilovata 11% ulje që nga një shkurti këtij viti kilovatorëve që shpenzohen. I doli përpara, si thua. Jo, nuk i doli përpara, e bëri se e ndjeu dhe duhet ta bënte. Dakor. Nëse një qeveri tjetër e ndjen që të bëjë dhe një shkallëzim tjetër. Bujrumi themi ne. Bujrum ta bëjmë. Mjafton që vendi të ketë energji. Janë edhe disa idera të tjera, mund të diskutojmë, por ju keni të drejtë, nuk është një program i plot, konkurrues për të po si ide bindur njerëzit, po janë element, ju e thatë me të drejtë, të një programi të tilla si të mos kemi më tarifa për rrugët, pagesa, ndjes ose gjithashtu edhe për çmimin e naftës të jetë nën mesataren e rajonit. Shiko tash. Tani këtu fillojmë futemi pak në fushat. Të thuash zovë tarif për rrugën, nëse ti ke dhënë një rrugë me koncesion. Dhe koncesionari ka detyrimin për ato para që ti nxjerrë ato para, ai do e vë një tarifë, se në gjithë botën kështu funksionon. Tani këtu problemi që diskutohet zakonisht është masa e tarifës për sasinë e rrugë, e kilometrave që ka rruga dhe që ti përshkruan. Po jo mungesë totale tarifës. Po jo mungesë. Nëse ti diskuton është 6 euro edhe duhet 4, kjo është një çështje tjetër, po dhe ai ka një plan biznesi që do ta rregullojë këtë. Kështu që unë mendoj që këtu futemi në një pjesë elektorale dhe që padyshim ka nevojë të shpjegohet, ka nevojë të thuhet. Jo, po edhe janë të diskutueshme, nuk secili ka programin e vet, ka mendimin e vet dhe pra të votohet. Atëherë ndoshta edhe me këtë urim, edhe për forcën kryesore politike në opozitë që ta ketë më të substanciuar pikërisht një program me shumë. Po me sa kam dëgjuar unë dhe ata vetë këtë kanë pranuar që nuk është ende një program, po janë disa elemente programit. Element programit që janë deklaruar. Kur të na vijë ai programi, po të kemi rast. Sidomos takimet me emigrantët. Me kënaqësi do themi dhe do sugjerojmë. Janë 250.000 të regjistruar, kështu që janë shumë. Shpresojmë që dhe atyre t'u interesoj kjo. Po, ndërkohë me ndihmën e regjisë po kalojmë në pikën e tretë që kemi në diskutim, më falni, pikën e katërt, lufta tarifore SBA, Kinë, Meksik dhe Kanada. Po me Bashkimin Evropian,
sikur se e dini profesor, pak ditë më përpara, brenda kësaj jave, më 4 mars, presidenti amerikan Trump rivendosi tarifat 25% për importet nga Kanadaja dhe Meksika pas një pezullimi një mujor. Dhe sërish një tarif tjetër shtesë me 10% për importet nga Kina. Komenti juaj. Lufta e tarifave, sinjalet e fillimit të kësaj lufte tregtare, lufta tarifore, ta quajmë si duan, u dhanë që në fushat elektorale. Dhe presidenti Trump për të treguar që premtimet elektorale, plus që ka një vizion, ka një qartësi si pas ti, për atë që ka do bëj në tregtin ndërkombëtare, vazhdon të jetë i vendosur që ta çojë deri në fund këtë. Hapin e pare bëri para një muaj, dhe kemi diskutuar, duke paralajmëruar së paku këto dy shtete, Kanadan edhe Meksikën, dhe duke kushtëzuar pezullimin një mujor me plotësimin e disa kushteve që ai vendosi përsa i përket kontrollit të kufive dhe të ndërhyrjes nga këto shtete të kalimit të drograve të ndryshme, të cilat dhe trafiqeve të ndryshme, të cilat shqetësojnë ekonominë amerikane, po edhe vetë jetën sociale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duket se mbas këtij muaj, nga verifikimet që ekipi president Trump ka bërë, nuk rezulton që kushtet të jenë plotësuar. Kështu që ai për të qenë konsekuent në vendimin që kishte marrë, deklaroi që hynë në fuqi të dyja tarifat 25% për Kinën, më falni, për Meksikën edhe për Kanadan. 24, nuk është pak. Po, mos harroni që furnitorët kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ose më mirë importet kryesore, në masën në 60% vinë nga këto 3 shtete, nga Kanadaja, Meksika dhe Kina. Tani, çfarë ka i plani i presidentit Trump? Shpresa e tij ka qenë dhe mbetet që me këtë politikë proteksioniste, shumë të fortë, shumë agresive, me tarifat larta, të bëj të mundur që të realizoj qëllimin për të cilin i vendosi, që të kufizoj ato që tha, dhe ato nuk kufizojnë përmes tarifës. Ato kufizojnë... Nuk është vetëm tarifa. Leva Arkimedit. Nëpërmjet plotësimit kushteve nga shtetet përkatësa, se ti tarifat mund t'i vësh dhe ai i lë kufit e lira ndaj nga pala e vetë. Kështu që të realizoj qëllimin e parë dhe në të njëjtën kohë shpreson që me këtë mekanizëm të plotësoj nevojat e veta financiare duke paksuar deficitin buxhetor. Merë më shumë të ardhura, sepse i vjen nga dogana. Tani një eksperiencë të tilla e ushtroi në mandatin e parë dhe analistët e sotshëm janë të mendimit që duhet pritur sa kohë do zgjasë kjo dhe çfarë efekti do japi. Nuk janë Nuk shumë të qartë përhershme. Nuk janë shumë të qartë. Provë nuk mund të them, po nuk do të aplikohet, po nuk janë shumë të qartë çfarë efekti do të ndodhi, sepse edhe tarifat me Meksikën dhe Kanadan dhe me Kinën që buri një 10% shtërim, mbi 10%. Praktikisht 20 i shkoi. Në fund të fundit kanë një konvergojnë në një pikë, që do kemi një rritje të çmimit madhrave, edhe të çmimeve me shumicë dhe të çmimeve me pakicë. Nga të dyja palët. Kështu që do të jetë nga të dyja palët. Pra kjo është një mekanizëm që po trazon gjithë ekonominë globale, gjithë ekonominë e botës dhe po çon në një rritje të çmimeve. Vetë presidenti Trump e pranoi që në fillim kjo do jetë e dhimbshme. Po i së vërtetës. Dhe do ketë një rritje të inflacionit. Dhe tani kanë lindur pyetjet. Nga janë thotë që unë do uli inflacionin, që është inflacioni më i lartë në 45 vitet e fundit. E ka premtimin kryesor. Edhe gjatë gjithë fushatës. Çmimi i vezës është rritur rekordisht se ç'thot. Premtimi kryesor ekonomik. Edhe në fjalimin para Kongresit, ju e ndoqët para 2 ditësh. Dhe nga ana tjetër vendos tarifat. Tarifat është e sigurt të rrisin inflacionin. Që do rrisin çmimet. Dhe të 2 shtetet, të 3 shtetet janë të gatshëm që të kundërpërgjigjen.
Kanada me njerë tha, unë do ku ndërpërgjej me të njëra tarifa 25%, do ndërpres energjinë elektrike që furnizoj 3 shtete, në veri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do vendos tarifa për disa mallra të tjerë, pra edhe Meksika ka deklaruar të njëjtën gjë, ndërkohë që edhe Kina, mbas vendosjes të tarifës së dytë, po që në tarifën e parë, 10% plus 10%, u shpreh shumë hapur, që jam gati që të përgjigjem kësaj lufte dhe çdo lloj lufte tjetër. Ashtu. Edhe i shtrëngtoi disa nga artikujt që importonte nga Shteti Bashkuar. Tani këtu priten efektet. Ajo që është e rëndësishme këtu është, do i bëj Amerikës mirë vendosja e këtyre tarifave? Do shtohet prodhimi brenda Amerikës për këto lloj prodhimesh që vinin nga jashtë dhe që u tarifuan? Nxitje që të pritet kapacitetet prodhuese në vend. Do ketë më shumë të ardhura biznesmeni amerikan dhe qytetari amerikan, do ketë më shumë rritje të çmimeve, do ketë më shumë inflacion dhe zhvlerësim të monedhave kombëtare të këtyre shteteve, do efektojnë këto masa edhe në vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe në vendet e tjera që kanë marrëdhënie tregtare. Janë sfida shumë të forta. Do efektoj kjo në ekonominë globale, ku jemi, si do përballemi me këto, me çfarë mekanizmash, me çfarë instrumentash. Pra nuk është një loj luftash që luanin kalamajt, me që është luft tarifash. Është një filozofi krejt tjetër që sjell një ndikim shumë të madh në zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare dhe të ekonomisë globale. Mund ta ndryshojë edhe tërësisht hartën e tregtisë globale, jo vetëm zonat e influencës, raportet tregtare mes vendeve, bashkimet ekonomike që ekzistojnë, gjeoekonomia do ndryshojë. Si tërmet praktikisht, tërmet në le të themi gjeoekonominë botërore. Po sigurisht. Efekte sismike duken këto. Sepse siç e kanë thënë më përpara, ai ka një busull e cila e çon tek parimi i tij Amerika para së gjithësh. Amerika para së gjithësh, Amerika e madhe, dhe ai mendon që me këtë strategji ekonomike dhe politike që kanë ndjekur, po e çon Amerikën tek filozofia Amerika e para, Amerika erdhi, u rikthye. Ta bëjmë Amerikën të madhe sërish. Ta bëjmë sërish Amerikën. Po. Dhe nëse të gjitha këto masa çojnë ujë në kanalin e tij, atëherë ai është në rregull me politikën e tij, pavarësisht se ç'trazon, ç'ngatron dhe ç'pëson ekonomia globale. Prandaj këtu duhet pritur për efektet e kësaj politike të re, e cila duhet pranuar që ka dalë që ka devijuar edhe nga rregullat e tregut, ka kaluar nga liberalizmi i plot i tarifave në proteksionizëm, gjë që godet edhe një institucion ndërkombëtar që është Organizata Botërore e Tregtisë. Kemi folur edhe më përpara dhe kemi thënë të gjitha këto librin tuaj. Të gjitha këto tregojnë për një ndryshim shumë të madh në fushën e tregtisë ndërkombëtare. Përse në gjykimin tuaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende nuk i kanë aplikuar tarifat që vetë presidenti i ka përmendur disa herë, shtesë 25% edhe mbi importet nga vendet e Bashkimit Evropian, nga vendet europiane. Në ju kujtohet para 2 ditësh, nëse keni ndjekur, ai tha që do të kemi tarifa të reja. Madje përmendi jo 1 prillin, por 2 prillin tha, shumë shpejt do të kemi tarifa të reja. Në gjykimin tuaj mund të pritet që të kemi vendosje tarifash edhe për vendet e Bashkimit Evropian, dhe aty ne jemi të interesuar drejt për së drejti se kemi 97 milion dollar në vit që neve të çojmë eksportet tona në Shtetet e Bashkuara. Ka një ndryshim edhe të politikës tregtare dhe tarifore të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian. Unë nuk besoj se deklarata që ai bëri, presidenti Trump, ishte boshe. Ishte një deklaratë e menduar, ishte në kuadër të gjithë luftës dhe politikës tarifore që ai po zhvillon me grupimet e ndryshme ekonomike, një prej cilëve dhe më i rëndësishmi është edhe grupimi i Bashkimit Evropian. Dhe fakti që tha do ta bëj në 2 prill dhe jo në 1 prill që të më besoni se është ditë e gënjeshtrave, tha 1 prilli me humor, tregon që ai e ka seriozisht këtë çështje dhe do t'i vendosi. Tani pse 1 muaj më vonë me Bashkimin Evropian? Shiko, ai ishte deklaruar disa herë që
po e ndryshon edhe politikën e jashtme ndaj Bashkimit Evropian, Ashtu është. edhe politikën ushtarake Po, ndaj Bashkimit e pamë Evropian, edhe në takimin me Zelenskin. po edhe me qëndrimin për të imponuar Bashkimit Evropian që të shpenzojë më shumë për mbrojtjen, do që të mos se ketë, si thua ai gjithnjë atë këmborën e varur të mbrojtësit të perëndimit në Europë. Që ka qenë gjithë një tradicion. Që ka qenë tradicionale, historikisht. po do që t'i motivoj, t'i nxiti këto vende, që të kontribuojnë më shumë edhe në shpenzimet ushtarake brenda vendit, në raport me GDP-n, po edhe në raport me NATO, për të kontribuar më shumë, sepse kontributi më i madh vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë e bën, padyshim që të përfitoj më shumë ekonomia amerikane. Këtu është busulla e ti, kjo është. Ylli i mëngjesit. Busulla e ti, kjo është. Kështu që unë besoj që ai e ka këtë qëndrim, natyrisht në këtë moment edhe për një muaj është duke negociuar aq sa mendojmë ne që negocion, se ai e disa negocion me Shtetet e Bashkimit Evropian për çështje më të rëndësishme, siç është çështja e luftës në Ukrainë ose e paqes, më mirë se tani jemi te pjesa e paqes. Po, janë për projektet të lavdrueshme. Si çështja e shpenzimeve ushtarake dhe po të shikoni edhe 2 samitet e fundit të Bashkimit Evropian me urgjencë për Ukrainën, po janë fokusuar dhe kanë marrë vendime të jashtëzakonshme dhe të rëndësishme për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes. 800 miliard euro deklaroi von der Leyen para. Von der Leyen po dhe Macron dje të njëjtën deklarat bëri për Francën. Gjermania gjithashtu presidenti i zgjedhur gjë e parë që bëri është të lejoj ndryshimin kushtetues për rritjen e kufirit të borxhit me qëllim që të rriti shpenzimet për sa i përket shpenzimeve ushtarake të mbrojtjes. Kjo tregon që filozofia e tij është marrë seriozisht nga Shtetet e Bashkuara nga Bashkimi Evropian dhe nga vendet e NATO-s, për arsye se këtë shqetësim të presidentit Trump, ata e kanë përcjellë dhe po marrin masa konkrete, veprime konkrete. Kështu që ka bërë punë presionin. Kam përshtypjen që edhe çështja tarifore do vejë në këtë drejtim. Dhe po vajti në këtë drejtim, atëre kemi një faktor të shtuar mbi atë që tham të rritjes së çmimeve dhe të tarifave edhe me vendet e Bashkimit Evropian. Duke qenë se jemi dhe ne pjesë, padyshim që kjo ka ndikimin e vet, kështu që edhe ne duhet ta mendojmë me çfarë instrumentash duhet i përgjigjemi ndikimit të jashtëm inflacionist dhe të rritjes së çmimeve. 3 minutat e fundit për temën e fundit, tarifa reciproke Trump. Çfarë janë këto tarifa reciproke? Në datën 5 mars, sikurse e përmendëm disa herë, profesor në fjalën e tij përpara Kongresit Amerikan për punën e kryer gjatë, si thua, 6 javëve të para të mandatit të dytë, presidenti Donald Trump tha se do të vendosë tarifa të reja me datën 2 prill, edhe atë e diskutuam. Ka folur shumë për tarifa reciproke për të gjitha vendet që taksojnë eksportet e SBA-ve në doganat e tyre. Edhe u shpreh praktikisht, profesor, do të ketë tregti reciproke në mënyrë që të trajtohemi në mënyrë të barabartë, thotë, me vendet e tjera nuk duam asgjë më shumë, asgjë më pak. Pra nuk duam asgjë më shumë, asgjë më pak. Deri tani folëm për tarifat me Kanadan, Meksikën, Kinën dhe të mundshme me Bashkimin Evropian. Për fat keq. Por me Shtetet e Bashkuara të Amerikës zhvillojnë tregti shumë vende të botës që janë jashtë këtyre grupimeve. Dhe për çdo mall edhe Amerika furnizon me mallra këto shtete. Në bazë të biznesit që zhvillohet dhe ekonomia më e madhe e botës, është normale. Të gjitha shtetet e tjera, kundrejt mallrave që Shtetet e Bashkuara të Amerikës eksportojnë në doganat e tyre, për secili mall kanë tarifa të caktuara. Dhe i tarifojnë këto malla duke rritur vlerën e tyre. Dhe reciprokisht tani, për të gjitha mallat e atyre vendeve që jashtë këtyre grupimeve, dhe për të njëjtat lloj mallrash që ti vë tarif atij, do të vëj dhe ai tarif në qoftë se ti e njëjta gjë, tarif fiks dhe ti. 15%, $10. $10 për çdo mall që do futet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Prap kjo është brenda filozofisë që unë shpjegova pak më parë, që kjo do rrisi të ardhurat, do i nxiti prodhuesit vendas, Do paksoj deficitin buxhetor, dhe është brenda kësaj filozofie. Tani vetëm një pikë nuk zgjidhin të gjithë kjo reformë, që kjo çon në rritje të çmimeve. Kjo çon në rritje të inflacionit. Në mos mbajtjen e premtimit kryesor. Cila është zgjidhja që do japi për këtë? Deri tani Nuk po shikojmë në një instrument të ri, sepse në qoftë se këto do çojnë në rritje, patjetër do paksoj buxhetin familjar të amerikanëve. Që nuk e do asnjë qytetar amerikan, por më tepër që e votuan në mënyrë masive. Do ketë ndonjë skenar për të shpërblyer, do ketë ndonjë skenar për të rritur pagat. Pra, nuk mund të qëndrojë kjo, si të thuash ajo, spiralja e tarifave dhe e çmimeve dhe inflacionit, vetëm me këtë politikë. Nuk mund të jetë kështu. Po padyshim që përderisa kanë bërë një program kaq të madh tarifor dhe të luftës tregtare, do të jenë duke konsideruar edhe çështjen se si do të zgjidhet, sa kohë që e përmendi dhe në Kongres, që rritja e çmimeve do vuaj pak për amerikanët, E thasërisht keni drejt. Duhet ta zgjidhim. Profesor Angjeli, ju faleminderit shumë që ishit me neve sonte në Bullet Point. Faleminderit edhe ju, kënaqësi. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe miropafshim takimet e ardhshme.